E mërkura do të mbahet mend si një ditë makthi për kandidatët që duan një punë apo vend si deputet. Në thelb nuk e kanë keq se vetëm rroga dhe efektet në pension janë të konsiderueshme, por unë s'do ndalem te aspekti financiar, por më shumë te sjellja politike e tyre dhe strategjitë që qëndrojnë pas tyre. Në kampin e forcës më të madhe opozitare në listën madhështore bie në sy aspekti emocional. Jo pak kandidat nga PD kanë shprehur në publik me fjalë, mimik, gjeste, shpërthime komentesh, një lloj zhgënjimi, dëshpërimi, pabesie, habie, që nuk e shikojnë veten në listën e mbyllur, pavarësisht rezultateve të siguruar në primare, mbështetjes ndaj zotit Berisha poshtë balkonit me muaj të tërë, kapërcimeve sipër mureve të Kalas së PD-s më 11 janar, qëndresës në ambientet e SPAK pro Berisha apo koreografisë mbreslënse të kërcimit me këngën e Berishës. Shpërthimi emocional i tyre pavarësisht interesave të ngushta shpreh një frymë sinqeriteti tek ky koalicion që nuk e dia duhet vlerësuar apo jo, besimin që kanë ata te vetja dhe tek ky koalicion që përtej vendeve të sigurta nuk sigurojnë dot vota plus. Sinqeriteti i secilit nënkupton vetdijen që kanë ata për rezultatin e zgjedhjeve dhe potencialin që ka ky koalicion madhështor. Deri dje jemi referuar dënave të sondazheve për gjykuar mbi potencialin që ka ky koalicion për të bërë rokadën e pushtetit. Sot kemi edhe vetdije të dëshpëruara, të nënkuptuar të kandidatëve të këtij koalicioni që nuk e shohin veten në listat e mbyllura, por në ato të hapura, të cilët kanë të dhëna nga terreni dhe dinë mundësitë për të fituar një mandat plus. Një argument më shumë është edhe blindimi i figurave kryesore, qendrëstarët e rithemelimit, drejtuesit e lartë të strukturave, të forcave aleate, deputet me shumë eksperiencë të cilët në vend që të ishin në listat hapura dhe të gjithë kapitalin e tyre ta vinin në shërbim të sigurimit mandatit për te listave të sigurta, edhe vendin t'ia linin emrave të rinj me karrierë profesionale, grupe të marginalizuara të rinjve me vizion, personaliteteve publike të tjerë, sjellje që manifeston vizionin e ngushtë dhe vetdijen për rezultatin e tyre në terren, edhe të koalicionit ku bëjmë pjesë. Shkurt parimi më mirë një vezë sot se një pul nesër është vizioni fitues që e ka shoqëruar këtë formacion politik gjatë 12 viteve, e redukton strategjinë e sigurimit votave, nuk harmonizon siç duhet potencialet dhe kapacitetet e secilit për të siguruar vota dhe krijon përshtypjen që futemi në garë për të qenë të njëjtat figura në parlamentin e ardhshëm dhe si forcë dytë politike. Te lista e PS-s manifestohet një qasje tjetër që është më shumë racionale se iracionale. Bie në sy manifestimi hipokrit i kandidatëve të PS-s që nuk gjenden në listat mbyllura duke manifestuar para kamerave një vetë kënaqësi, vetë përmbushje, egzaltim, gëzim që partia Rama më thjesht i ka dhënë këtë mundësi të artë të garojë në listat hapura, pavarësisht hipokrizisë apo shtirjes e cila nënkupton një pamundësi objektive për të ndryshuar, ushtruar presion apo larg qoftë kritikuar vendimarrjen e kryetarit Rama për këtë vendim siç po ndodh te krahu i kundërshtarit politik. Kjo sjellje nënkupton edhe një lloj shprese apo mundësie që kandidatët mund të fitojnë edhe në lista të hapura. Partia Socialiste ndryshe nga kundërshtari politik ka kuptuar thelbin e sistemit proporcional me lista gjysmë të hapura që i ngjan një sistemi mazhoritar plus proporcional. Në listat e hapura janë vendosur kryesisht kandidatë me eksperiencë administrative, politike dhe qeverisëse, si dhe biznesmen me qëllim që kapitalin e siguruar fal këtyre më lart t'i vendosin në shërbim të mandatit të tyre dhe votave të partisë. Fiks janë vendosur në një garë mazhoritare ku më i forti, më i miri lufton fort në terren. Ndërsa te listat e mbyllura janë vendosur drejtues qarqesh, janë mbajtur parasysh kuotat gjinore, të rinj dhe ekspert e tjerë. Fiks list kandidatësh për sistem proporcional që përfitojnë nga votat e partisë jo të tyre. Kjo lëvizje diversifikon strategjinë elektorale në terren, diversifikon mobilizimin e grupeve sociale dhe harmonizon më mirë potencialet e secilit. Përveç kësaj, reagimet e tyre në publik me regji synojnë t'i japin mesazhin në publik se kanë një vetdije për potencialet e votave që janë në terren. Mundësitë për të siguruar mandate jo vetëm në zonën e sigurt, por edhe atë të pasigurt, e gjitha e orkestruar në mënyrë racionale.